kelma, me gurtë, për na thinë gjomat. Policia e ka këtë rast të evidentuar. Nuk është në mandatin e qendrës rajonale që të kujdeset për sigurinë. Fatmire Haxhiu thot se që një kohë të gjatë ajo dhe motra e saj nuk kanë qetësi në shtëpinë e tyre në Prizren. Zonja Haxhiu pretendon se shtëpia e saj, që është pjesë e trashëgimisë së mbrojtur, po sulmohet me gur nga persona kryesisht të mitur. Rasti fundit sipas saj ndodhi mbrëmjen e së enjtës me 13 mars 2025. Për 2017 ka qenë nata Ramazan, natër 4 gjegje, kanë filluar fëmijët me na gjujt me gurzit. Kemi aty këtë deklarata kemi, edhe kemi thirrë policinë edhe këtë me na ndihmu. Kelma, me gurtë, për na thinë gjomat. Disa kemi shku me ndërtu gjoma, me ndërtu gjoma. Mas orë 6, jacia këta kurorë, mas 6, 7, bam, bum, bam, se më konë. Marë me thamë, farë shpejt, ku kështë se banat, si më konë lufta e dytë bëtë, me shkelima, me dire, me ato. Policia e Prizrenit ka dalë në vendin e ngjarjes, teksa është duke trajtuar rastin. Pas ankesave të pranuara, zëdhënësi policisë për rajonin e Prizrenit Vesel Gashi tha se është shtuar numri patrullimeve në atë pjesë. Policia ka pranuar një ankesë. Reagimet policore kanë qenë të menjëhershme, njësitet kanë dalë në vendin e ngjarjes, kanë kontaktuar me ankusin, kanë bashkë biseduar dhe nga ankusi bete ditur se disa të mitur bëjnë zhurën në rrugë apo në gjunë. Një diçka e tillë nuk është e vërtetuar, njësitet e kanë evidentuar si rast dhe nuk ka pas ndonjë element që të hapet për ndonjë krim. Policia e ka këtë rast të evidentuar dhe ko pas kohë në kuadër të kësaj ankese patrollojnë atë zonë në momentin që do të haset ndonjë diçka e dyshim, me siguri që do të reagohet dhe do të hapet rast. Nga qendra rajonale trashëgimisë kulturore në Prizren thanë se pretendimet se shtëpia po sulmohet i kanë marrë me shqetësim, por nuk është në kompetencën e tyre ta sigurojnë objektin. Por shtuan se projekti për restaurimin e tërësishëm të shtëpisë që besohet se u ndërtua rreth vitit 1900 është gati. Disa vite radhazi kemi tentuar dhe kemi qenë të penguar nga ana e pronarëve që të qasemi për ta bërë dokumentimin, rrjedhimisht hartimin e projektit. Megjithatë, vitin që shkoi kemi arritur që bashkëpunim me pronarët na lejojnë qasjen e rrjedhimisht edhe të bëjmë hartimin e projektit. Ky projekt tani më ka të kaluar të gjitha fazat ligjore, përfshi edhe aprovimin paraprak prej Komisionit për vlerësimin e projekteve restauruese dhe konservuese dhe rrjedhimisht është iniciuar procedura prokurimit në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Marr parasysh ankesat që kanë pas banorët në vazhdimsi për sulmet të fëmijëve në ndërtesë në fjalë, për hir të së vërtetës nuk është në mandatin e qendrës rajonale që të kujdeset për sigurinë, rrjedhimisht për sulmet eventuale apo edhe vjedhjet që mund të shkaktohen në objektin përkas është përgjegjësia e pronarëve, posëdusëve dhe shfrytëzuesve. Megjithatë, ne këtë rast e kemi marrë me shqetësim, e kemi adresuar tek organet kompetente, në këtë rast tek Komuna e Prizrenit, si shqetësim i banorëve dhe besoj që autoritetet përkasin këtë rast. Edhe si kemi ndjeni, pronarët kanë adresu kallëzim penal edhe tek institucionet e ndjekjes, besojmë që autoritetet përkasin, këtë rast prokuroria, shteti dhe policia do të ndërmarrin veprimet e duhura për të i kapur kryerësit në rast se ata ekzistojnë. Megjithatë, ndërhyrjen e shtetit nuk e dëshiron familja Haxhiu. Si përgjigja ime si familje, më ma rregullu shteti, unë do me kam kushtet e mia, kush nuk ka në tjep atyve, a unë vetëm më ma qitë këtu, për mbrojtje dhe në sve parkiru kjene. Së më jasme him brena bevaje. Në rast se eventualisht mund të hasim në pengesa, sikurse edhe në rastet saktuara, kemi rrugë ligjore përmes të cilave ne veprojmë, duke u asistuar nga policia, inspektoriati, por në rastet saktuara edhe nga prokuroria e shtetit. Në lidhje me sulmet e pretenduara është aktivizuar edhe prokuroria e Prizrenit, teksa kanë bërë kërkesë që kallëzimi penal të plotësohet me prova.